Shtëpia ime atë pasdite duke e njëjtë si gjithmonë e qetë, e ngrohtë, e mbushur me zërat e familjes. Por brenda meje ndihesha i thyer prej muajsh. Që kur ime shoqe ndëroi jetë, e gjithë shtëpia kishte marrë një erë tjetër, një erë boshllëku, mungese dhe fjalësh të pashprehura. Nuk isha më i zoti, as i fort, as ai babai që dikur i mbante të gjithë mbi supe. E ndjeja veten si një hije që rinte në qoshe. Djali im, Arbeni, ishte martuar një vit më parë. Nusja e tij, Flutura, një vajzë e bukur dhe zgjuar, por me një buzëqeshje që gjithmonë e kisha të vështirë ta kuptoja. Shpesh mendoja se ajo më trajtonte si një lodër të vjetër të harruar. Ajo sillte teknologji, risi, botë moderne, ndërsa unë sillja vetëm shembuj të një brezi që po zhdukej. Nipi im, Kledi, djali i motrës sime, vinte shpesh te ne. Ishte 15 vjeç, kokfort, i rritur në rrugë, me një arrogancë që nuk i qëndronte mirë një fëmijë të moshës së tij. Por e dija pse ishte bërë ashtu. Prindërit e tij ishin të ndarë, dhe askush nuk e kishte vërtet nën kujdes. Unë përpiqesha ta mbani më afër, që të mos humbiste në gjërat e errta që sot e tërheqin të rinjt si magnet. Por ajo pasdite ishte ndryshe. Kisha hyrë në dhomën e ndenjes, ku djali im dhe nusja ishin ulur në divan. Kledi po luante me telefonin. Ata qeshnin diçka, një video, një shaka, nuk e di. Unë u afrova ngadalë, duke i pyetur: "A keni ngrënë gjatë ju përgatis diçka?" Zëri im doli i butë, i lodhur. E dëgjova vetë sa i brisht më tingëlloi. Arbeni ngriti sytë një qast, pa më parë me një indiferencë që më shpoj zemrën. Jo, jemi mirë. Rio bab, mos lodh kot, Flutura qeshi me një lloj sikleti ironik. Lëra atë, është i mësuar me punë. S'dori do t'i qetë, tha ajo. Kledi mbylli telefonin dhe më hodhi një vështrim të gjatë, të çuditshëm. Ishte ai shikim që të rinjt ua japin të moshuarve, kur mendojnë se ata janë të dobët, të harruar, të padobishëm. Më lindi një ngërsh në stomak. Po çfarë thoni kështu? I thash me një buzëqeshje të detyruar. Unë e bëj me qejf. Po pse qeshni? Ata qeshën sërish. Nuk e di çfarë u kishte bërë kaq të lumtur, por qeshnin. Dhe unë ndihesha sikur qeshnin me mua. Aq sa sytë e mi nisën të më digjnin. Kisha vite që nuk qaja para askujt, por në atë moment ndihesha i vogël në shtëpinë time. Atëherë ndodhi. Kledi u ngrit, erdhi para meje dhe më dha një shpull, një të vetme, por që më shpou më thellë se çdo thik. E dëgjova zhurmën, një plaf që më ngriti veshët. Koka mu kthye anash nga goditja, dhe kur u ktheva, e pash nipin tim duke më parë me një sy të ftohtë, pa pendim. Arbeni dhe Flutura qeshnin. Nuk lëvizën, nuk reaguan, nuk bën asgjë, vetëm qeshën, madje dukeshin të kënaqur që e pan. Here plak, pse flet kot, tha nipi, me një zë që as nuk e njihja më. Boll na çave mendjen me këto pyetjet e tua. Për një moment mu ersuan syt. Ndjeva kuptimin e çdo viteje të jetës sime të rëndë. Ndjeva çdo luftë, çdo sakrificë, çdo natë pa gjumë. Më është dashur të jem punëtor, burr, baba, djalë, shtyllë e shtëpisë. Dhe tani, një fëmijë 15 vjeç më godiste mua në shtëpinë time, para djalit tim, para nusës së tij, para rrethit tim të ngushtë, më mbushën syt me lot. Por i përmbajta, sepse po të qaja, do të dukesha edhe më i dobët në sytë e tyre. Kledi qeshi sërish dhe u kthye të ulej, si të mos kishte ndodhur asgjë. Unë e pash Arbenin. Ai ngriti supet, asgjë s'ka ndodhur o bab. Është çun, ka gjak të nxehtë. Mos e merr seriozisht, Flutura shtoi. Po pse e dramatizon kaq shumë? Një shpull e çunave. Boll tani, aty mu drit shpirti. Nuk ishte më thjesht një shpull. Ishte një tradhti, një poshtërim, një çare në zemër që nuk mbyllej dot. Unë dola në balkon, vetëm që të merja frym. Shikoja qytetin poshtë me dritat që lëviznin. Ndihesha sikur ajo shpull nuk ishte vetëm e Kledit. Ishte e vetë jetës, e djalit tim, e nusës sime, e gjithasaj që kisha ndërtuar. Atë natë nuk fjeta, dhe mëngjesi tjetër solli gjëra shumë më të rënda. Sepse kur poshtron një njeri që ka edhe pak dinjitet të mbetur, ai ose thyet përgjithmonë, ose ngrihet, dhe unë nuk isha gati të thihesha. Ajo natë, pas shpullës, ishte më e gjata e jetës sime. U shtriva në shtrat, por nuk mbylla sy. Dëgjoja zërat e tyre që vinin nga dhoma e ndenjes. Qeshje, muzikë, ngërdheshje, dhe në çdo të qeshur, unë dëgjoja jehonën e asaj shpullës. Të një shpullë që nuk ishte thjesht fizike, por një deklarat. Ti nuk vlen më, je bër njeri i panevojshëm. Në errësirë, syt më mbusheshin me lot, por nuk rridnin. Lot i heshtur, lot burri që nuk e lejon veten të duket i dobët. Në dhomën time ende ndjeja aromën e gruas sime.
një përzierje e sapunëve të saj, aromës e lavandës dhe të rrobave të palosura me kujdes. Ajo do të kishte ulëritur, po ta kishte parë nipin të më godiste. Do të kishte mbrojtur dinjitetin tim, por ajo nuk ishte më, dhe unë i vetëm, dukesha i braktisur në shtëpinë time. Në mëngjes, dola në kuzhinë. Kisha bërë gati kafen e mëngjesit, një ritual që nuk e ndërprisja kurrë. U përpoqa të dukesha normal kur Arbeni dhe Flutura u futën brenda, të freskët, të lumtur, sikur në këtë shtëpi nuk kishte ndodhur asgjë. Gëzuar mëngjesin, u thash me zë të butë. Ata nuk më kthyen përgjigje menjëherë. Flutura u ul në tavolinë, mori telefonin dhe nisi të shkruante. Arbeni u afrua në frigorifer, hapi një jogurt dhe nisi ta pinte. Sikur të isha ajër, jo njeri, jo babaj, vetëm ajër fjala mirëmëngjes nga goja e tyre nuk erdhi kurrë. Kledi u zgjua pak më vonë. Hyri në kuzhinë me një vetbesim të sforcuar, si një ushtar që kishte fituar betejën e parë. Më pa drejtë në sy dhe qeshi lehtë. O daj, mos u mërzit për mbrëm, tha ndërsa nxori bukën nga qesja. Unë thjesht bëra shaka, e shihja fytyrën e tij. Nuk kishte asnjë shenjë pendimi. Asnjë. Zero. Vetëm arrogancë. Nuk i fola. Arbeni e pa dhe thembri i nervozizmit ju duk në buzë. Por nuk foli asaj. Thjesht u ul pranuses së tij. Flutura qeshi nën hund. Më duke sikur shija e kafes u kthye në helm. Gjatë ditës provova të merresha me punët e mia. Lajta disa rroba, i sistemova enët, fshiva dyshemen, por çdo herë që përkulesha, ndjeja poshtërimin e mbrëmshëm që më rikthehej në trup si djegje. Më duhej vetëm pak respekt, aq pak sa edhe një fjalë mirë do të ma mbyllte plagën. Por ata nuk e dhan. Asnjë fjalë, asnjë pendes, asnjë përpjekje. Në darkë, ndërsa po ushtria bukën, dëgjova Kledin të thoshte me zë të lartë: "Ej, Arben, nuk ka hiç bukë tjetër." Daja e ka harxhuar të gjithën duke u çarë më qafë si plak i çmendur, e dëgjova. Dola ngadalë nga kuzhina dhe hyra në dhomë. I pash të tre. Ama këtë herë nuk isha i përkulur. Diçka brenda meje ishte ngritur. Jo për të goditur, jo për të ulëritur, por për të mos u lënë të më shkelni më. Më shiko në sy, Kledi, i thash. Ai ngriti kokën i habitur nga toni im. Nuk e priste. As Arbeni, as Flutura. Ishim mësuar të më shihnin të heshtur, të butë, të lodhur. Unë zura vend në mes të dhomës dhe vazhdova. Ajo që më dhe dje nuk ishte loj. Ishte munges respekti. I thellë. Dhe unë nuk e pranoj. Ai qeshi. Po çfarë do bësh, daj? Do qash, asnjë fjalë nuk më lëndoi më shumë se ajo. Por ndodhi diçka që askush nuk e priste. E ngrita dorën. Jo për ta goditur, jo, por për ta ndaluar. Nuk dua të më prekësh më, i thash me një zë të fortë, të prerë që nuk e njihja as vet. Dhoma heshti, Flutura uli telefonin. Arbeni më pasi të kishte parë një njeri të ri. Ndoshta për herë të parë, kuptoi që unë kisha ende dinjitet. Unë ende isha baba. Unë ende isha shtylla që i kishte rritur. Por Kledi se përballoi dot. Po që shkyton, o plak. Harove kush jam unë. E di shumë mirë kush je, i thash. Ti e fëmia që unë e mbaja afër që të mos humbiste. Por duket se e ke marrë gabim. Unë të kam dhënë shtëpinë, jo fuqinë të më poshtërosh. Ai u ngrit, u përballëm sy më sy, për herë të parë. Dhe ai u ndjej vogël, e dia, e pash në sy. Këmbët i u drodhën pak. Më lër të iki, tha ai, më në fund i thyer. Mund të ikësh, i thash. Por derën e kësaj shtëpie e kalon vetëm nëse e respekton. Ai ngeli. Nuk foli, nuk lëvizi. Në atë moment diku jashtë filloi të binte shi. Dhe unë e ndjeva. Kjo nuk ishte fundi i dramës. Ishte vetëm fillimi. Sepse kur një familje thyhet, më e rënda vjen pas. Shiu binte me forcë atë natë, si të donte të lante mëkatet, zhurmat dhe fjalët që kishin mbetur pezull në ajër. Dritaret dridheshin paksa nga era, dhe shtëpia sikur merrte frymë rënd, njësoj si unë. Ishte ajo frymëmarrja e trash, e mbushur me tension, ku çdo sekond që kalonte duke sikur do të shpërthente diçka. Kledi qëndronte në këmbë, i ngrirë, i hutuar, ndoshta për herë të parë në jetën e tij pa një përgjigje të gatshme. Ai ishte mësuar të fitonte çdo debat me arrogancë, çdo grindje me zë të lartë, çdo situatë me mos respekt. Por këtë herë ndaj meje nuk funksionoi. Arbeni më pa i çoroditur, me një lloj turpi që më në fund nisi të shfaqej në sy. Por ende, asnjë fjalë. Flutura ishte e para që theu heshtjen. Ky muhabet po bëhet qesharak. Plak, po e çon shumë larg. Është fëmijë. Nuk e mban mend veten kur ishim të rinj. E pash gjatë. Jo, nuk e mbaj mend ta kem ngritur dorën ndaj askujt në këtë shtëpi. Aq më pak ndaj të moshuarve. Dhe, Flutura, mos më quaj plak me atë ton, se nuk të shkon as pak. Ajo hapi gojën për të folur, por Arbeni vuri dorën në dorën e saj dhe i pëshpëriti. Ler,
Ajo ngriti vetullat e habitur sepse ai, papritur, kishte ndryshuar qëndrim. Ndërsa ai më shikonte për herë të parë, me një ndjenje që dukej të ishte pendim. Por pendimi nuk bëhet me sy, bëhet me fjalë. Dhe ato fjalë ende nuk i kishte thënë. Kledi mori gjupin që ishte hedhur në divan dhe filloi të vishej. Po iki, tha ai. Do flete shoku. Jo, nuk ikën askund në këtë shi, i thash. Do rish këtu, por me kusht që të kërkosh falje. Ai u kthye ngadalë, me sytë që i digjnin. Nuk kërkoj falje për asgjë. Atëherë nuk del nga kjo derë. Ai qeshi me ironi. Kush do më ndaloj? Shkova drejt derës. Vendosa trupin para saj. Nuk besoja asun që po e bëja, por diçka brenda meje nuk më linte më të heshtja. Ai u afrua me hap të shpejt, sikur do të më shtynte. Arbeni u ngrit me një herë. Kledi, i bërtiti djali im, me një zë më të fortë se çdo herë tjetër, nipi u ndal. U kthye nga ai. Çfarë është? Tani do e mbashti krahun. Arbeni nuk foli me një herë. Frymarrja e tij u rëndua. Pastaj tha, është babai im, dhe duhet ta respektosh. Ato fjalë më bën të dridhem. Fjalët që kisha pritur prej muajsh, ndoshta prej vitesh më në fund dolën nga goja e tij. Por zëri i tij ende dridhej. Nuk e dinte nëse thoshte nga bindja, apo nga frika se gjërat po dilnin jashtë kontrollit. Kledi shtrëngoi dhëmbët. Po juve nuk ju vjen turp, jeni bërë si foshnja që mbani anën e plakut. Flutura ndërhyri sërish. Po pra, po pse po dramatizoni? Një shpull ishte, Zot i madh, e pash me një sy që ajo nuk e kishte parë kurrë tek unë. Ti nuk e kupton, se nuk e jetuar asnjë ditë të vështirë në këtë shtëpi, i thash. Nuk e parë sakrificën. Nuk e parë se çfarë kam hequr unë që djali im të rritej me dinjitet. Jo të qeshte kur tjetri më godet. Ajo uli syt. Kledi u kthye nga unë. Nuk kërkoj falje. Nuk më intereson çfarë mendoni ju. Atëherë ulesh, i thash. Ulesh dhe rri. Nuk la askën të dalë nga kjo derë duke bërë padrejtësi. Ai u afrua sërish. Por këtë herë, Arbeni doli përpara. Nuk shkon asgjë kundi derisa të zgjidhet kjo. Në atë moment, pash një dritë të vogël të shndriste në mes të errësirës. Djali i më në fund po e mbronte. Jo me forcë, por me qëndrim. Dhe kjo ishte hera e parë që ai po bënte diçka për mua pa e kërkuar unë. Kledi u tërhoq pak, por zemërimi i tij rritej. E ndjeja sikur një shpërthim i tij do të vinte. Dhe nuk vonoi. Po jeni qesharak, të gjithë. Bërtiti ai. Të bëni dram për një shpull. A e dini sa herë më ka rrahur babai im? Sa herë më ka ulëritur në fytyrë? Ju s'keni iden çfarë do të thotë të rritesh me dhunë. Dhoma heshti. Për një çast të gjithë e pam. Nuk ishte më një fëmijë arrogant. Ishte një djalë i humbur, i braktisur, i mbushur me plag që nuk i kishte shprehur kurrë. Ai e humbi zërin. Filloi të dridhej. Ju nuk e dini çfarë kam kaluar unë, tha me një zë që filloi të çajë. Për herë të parë e pash fytyrën e tij të vërtetë. Jo nipin agresiv, jo adoleshentin arrogant, por një fëmijë të lënduar që kërkonte ndihmë. Dhe atëherë ndodhi diçka që nuk e priste askush. Ai shpërtheu në lot, ul në dysheme dhe vuri duart në fytyrë. Arbeni dhe flutura u shtangën. Në atë moment kuptova, shpullën nuk e dha nga urrejtja, e dha nga dhimbja. Dhimbja e tij, jo e imja, ju afrova ngadalë. Qëndrova pranë tij. Kledi, i thash. Unë nuk jam armiku yt. Ai vazhdonte të qante. Shiu jashtë binte më fort. Dhe brenda, një djalë 15 vjeçar që nuk kishte qarë kurrë më në fund po largohej nga pesha që mbante mbi shpatulla. Dhe drama po thellohej. Sepse vërteta ende nuk kishte dalë. Fjalët që do të vinin në pjesën V, do ta çanin shtëpinë përgjysmë. Kledi qante me kokën në duar, një llavë emocionesh që shpërthente për herë të parë, ndërsa shiu godiste xhamat me shpejtësi. Sikur edhe qielli donte të zbraste gjithçka që kishte mbledhur brenda. Dhoma kishte mbetur pezull, askush nuk lëvizte, askush nuk merrte frymëlirshëm, duke sikur muri i fundit mes realitetit dhe shpërthimit po shpërbëhej. U përkula pranë nipit, duke ruajtur distancën. Nuk doja ta prekja, pa ia kërkuar ai vetë. Ai ishte si një kafshë plagosur. Çdo prekje e papritur mund ta bënte të shpërthente. Kledi, i thash but. Ai ngriti kokën, syti ishin bërë të kuq, fytyra i dridhej. Ju nuk e dini se çfarë kam kaluar unë, përsëriti ai. Nuk e kuptoni sa herë kam fjetur me frikë, sa herë kam ngrënë dru kot fare. Kot, Arbeni hapi gojen, i habitur. Çfarë thua? Kush të ka goditur kështu? Kledi fshiu hundët me mëng. Ai. Bërtiti, dhoma u ngrir. Arbeni u ngrit në këmbë me një kërcitje nervore. Ai? Po ti e di, ai është xhaxhai yt, ai të ka dashur ai. Jo ai. Bërtiti Kledi, duke treguar me gisht drejt meje. Ai nuk më ka prekur kurrë. E kam fjalën për babain tim. Flutura u shtang. Arbeni ul ngadalë,
sikur ishte thyer një kock brenda. Kledi vazhdoi, me zë që i dridhej. Mami i ku para 6 vitesh, babi ndryshoi. Filloi të pinte, filloi të bërtiste, filloi të më akuzonte për çdo gjë. Për gjithçka. Më shikonte dhe më shihte si arsye e fatkeqësive të tij. Dhe sa herë kalonte kufirin më godiste. Zëri i tij filloi të çaj. Nuk është e thjesht të jetosh me dikë që duhet të të mbroj, por të re. Ai u mbështet pas murit, i rrëzuar, i dorëzuar. Dhimbja e tij mbuloi gjithçka. Arbeni më pa mua, pastaj fluturë. Pastaj u kthye te djali i Xhaxhait, djalin që ai vet kishte ftuar ta merrte në shtëpi. Ishte i tronditur, pse nuk na the? Pyeti ai, duke ju afruar ngadalë. Po si t'ju thosha, tha Kledi me slotësh. Ti më shef si bar, flutura më shef si problem. Daja është i vetmi që më shikon si njeri. Dhe unë e ndjeva që ai ishte i vetmi që nuk duhej t'i bëja keq. Por jam i sëmur nga brenda, nuk e menaxhoj dot. Fjalët e tij ishin thikë. Dhe thika rambin e të tre. Flutura uli syt. E shihja që po analizohej brenda vetes. Zakonisht ajo ishte zëri i parë që dilte me sarkazëm, ironi, fjalë therse. Por tani ishte heshtur. Ajo u ul në dysheme pran Kledit, por me ndrojtje. Pse nuk na e the që prej fillimit? E pyeti më butë se që kisha dëgjuar ndonjëherë. Sepse, thaj, me zërin duke u mbytur, ndihesha sikur askujt nuk i intereson. Sikur askush nuk më sheh. Më duket se jam barë për të gjithë. Kur preka dajën e bëra nga mlefi. Jo ndaj ti, por ndaj babit tim. E lash gjithi natin tek ai. Dhe tani jam më shumë i thyer se më parë. Ai nisi të qante prap. Dhe pastaj ndodhi diçka e papritur. Flutura i vuri dorën mbi shpatull. But, me kujdes, ti nuk je bar, Kledi. Nuk e qenë kur bar. Ne thjesht nuk të kemi kuptuar, fjalë të vogla, por të vërteta. Kledi ngriti syt nga ajo. Ishte e para herë që i shihja të dy në një moment njerëzor. Arbeni u afrua dhe u ul pran tyre. E preku nipin në shpatull. Më fal, i tha. Unë jam i rritur, unë duhet të kisha parë shenjat. Unë duhet të kisha pyetur, por jam marrë me punë, me veten, me gjëra boshe. Fjalët e tij më coptuan zemrën se sa shumë e kishte humbur thelbin e të qenit baba. Kledi i hodhi syt nga unë. Daj jam i penduar. Shumë, nuk doja të ta bëja ty. Thjesht nuk e duroja dot më peshën brenda meje. Kam shpërthyer tek njeriu i gabuar. Unë i afrova krahun. Më ke prer zemrën, Kledi, i thash. Por tani e di pse. Dhe të kuptoj. Nuk të kam bajtur kur si mysafir, të kam bajtur si nip, si gjak timin. Ti nuk je as bar, as problem. Je një djalë që ka nevojë për shtëpi, jo shtëpi ku fle, por shtëpi ku dëgjohet. Ai më shikoi për një moment të gjatë. Pastaj u ngrit pak, u përkul dhe më përqafoi. Një përqafim i ngrohtë, i sinqert, i thyer, i nevojshëm. Dhoma u mbush me frymëre të thellë. Por e vërteta ende nuk kishte mbaruar, sepse ato fjalë që do të thoshte Arbeni më pas do të shkatëronin gjithçka përsëri. Ai u ngrit në këmbë, me fytyrë të zbetë. Duhet të them diçka, tha me një zë që mezi dallohej. U kthye nga unë. Baba, kam bërë një gabim shumë të rënd. Një që nuk e di nëse ma fal dot. Babai brenda meje ngriti kokën. Njeriu brenda meje ngriu. Çdo instinkt më bërtiti. Tani fillon plagët e vërteta. Arbeni mori frymë thellë. E kam ditur për kohë që Kledi kishte probleme me babain e tij, dhe unë nuk kam bërë asgjë. Lotët më dolën pa ndaluar. Djali im kishte ditur, dhe nuk më kishte thënë. E pse s'më the? E pyeta me zërin që më dridhej. Ai uli syt, se u turpërova. Se mendova se nuk ishte puna ime. Se mendova se ti nuk kishe më forcë të përballoje probleme të tilla. Në zemrën time diçka u thye, e ndjeva. Por do të ndreqej, apo do të mbetej për herë e thyer? Kjo do të vendosej në pjesën V, sepse drama nuk kishte mbaruar. Por tani po shkojmë drejt zbulimit më të madh, drejt vendimit që do ndryshojë jetën e tyre përgjithmonë.